Zoti Smith, mirë se erdhët në intervistë në Info Magazin. Thank you very much for having me. Ju faleminderit shumë për ftesën. Do doja ta nisim këtë bisedë pikërisht me ditën kur ju keni shkrepur edhe fotografitë e para mbi sulmin dhe masakrën që u krye në Prekaz 26 vjet më parë. Well, I remember it very well. Më kujtohet shumë mirë. I had arrived in Pa të arritur në Prishtinë për herë të parë, ndoshta një javë më herët, në fluturimin e fundit që erdhi nga Beogradi para se serbët të ndalonin fluturime direkte për në Prishtinë. Nuk isha qenë në Shqipëri apo Kosovë më herët, përveç se pa ta bërë disa punë në Shqipëri në lidhur me skemat piramidale të cilat patën kolapsuar. Shkova në Likoshan dhe pas sulmit në Likoshan që më dha një parandjenjë për atë që do të pasonte dhe isha gazetar në atë kohë për 15 vite dhe arrita që ta marrë një punë si i pavarur, si freelancer me BBC dhe isha i kënaqur me këtë, sepse isha si gazetar i pavarur dhe kjo më përshtatej. Para kësaj, kisha një informat për një grup që quhej UÇK. Kisha dëgjuar më parë që ekzistonte ky grup, por askush nuk i kishte parë fytyrat e tyre. Ishte një grup misterioz. Dhe pa ta shkuar në Zvicër që të takohem me disa përfaqësues shqiptar që të mundohem të kem ndonjë vizitë kart apo ndonjë akreditim, ndonjë dokument që të mund të takoj këtë grup misterioz të luftëtarëve gueril shqiptar. Dhe e morra një copletër, por më vonë kuptova se kjo nuk kryente punë, sepse njerëzit në atë kohë nuk besonin as lehtë dhe natyrisht arsyet ishin të kuptueshme. E kisha informatën që po ndodhte një sulm në mëngjesin e 5 marsit 1998 në një vend që quhej Prekaz, diku në një vend që quhej Prishtinë, Drenica, në të vërtetë jo larg Likoshanit. Shkova atje, nuk e flisja shqipen. Kalova një kohë duke munduar të afrohem te Prekazi, por ishte pamundur sepse serbët kishin vendosur një kordon që parandalonte hyrjen. Unë kam qenë ushtar në armatën britanike dhe e kuptoja pjesën ushtarake të këtij veprimi. Kështu që ditën e dytë me 6 mars bëra një plan që të munduam të përdor pyet. Janë këta druj të ahut në Drenicë që rritën ngadalë, por mund të fshirësh në tokë. Kështu mundova të arrij në Prekaz, por nuk e flisja gjuhën dhe më duhej dikush që të më udhëheqë në rrugë. Komunikimi prapë ishte problem, pas 2-3 orësh arrita. E keni parasysh se kur ngjitesh në një kodër dhe mendoni se kur nuk do të arrini në maje, por arrita te një maje, të një shkëmb, e pash që ende dilte tymi nga zjarri, ende kishte disa gjuajtje, pastaj mjete të blinduara që ishin automjetet nga Srebrenica. E keni parasysh se çka ka ndodhur në Bosnjë ku serbët i kishin konfiskuar këto automjetet të ushtrisë holandeze. Dhe më kujtohet këto pamjet kur me bulldozer shkatronin shtëpi dhe më kujtohet që isha i brengosur sepse më bënte dielli në kamerë dhe unë nuk dëshiroja ta zbuloj pozicionin tim sepse isha brenda një pozicion të fshehtë. Kur mendova se kam filmuar mjaft, nuk isha ide se kush është familja Jashari, nuk e dija se çka po i ngjëzoja, po e dija se po ndodhte një sulm në një fshat në Prekaz nga forcat serbe ushtarake. Pastaj arrita që të tërhiqem, e kam pasur një kamerë të madhe. Sot jeni me fat që keni këto kamerat e vogla, në atë kohë kamerat kanë qenë shumë më të mëdha, por kam qenë edhe i ri dhe i më i fortë. Dhe gjatë kësaj kohe kisha një shqiptar me vete dhe një mik i cili ishte aty që të më ndihmoj. Po ata që ndodhin më mbrapa dhe kur filluam që të tërhiqemi,
kam dëgjuar një karikator të plot të Kalashnikovit duke gjuajtur në drejtim tonin, nuk kanë qenë gjuajtje të sakta, por dëgjova se diçka më goditin në bark. Nuk mendova shumë për të, sepse nuk ndjeja ndonjë dhimbje, pastaj u largova dhe arritëm që të iknim, të shkojmë te automjeti që i kishim dhe isha i kënaqur me ngjëzimin që i kisha, sepse unë jam një gazetar konkurrues. Më kujtohet që e pata thirrur në telefon gruan time bosnjake, ti tregoj se jam mirë, ajo ndërkohë përgatitja materialin për transmetim, por duke shikuar telefonin e pash që telefoni kishte plumbin i cili ishte ndalur në telefon dhe mendova në atë moment se kisha qenë me shumë fat. Pastaj e bëm editimin e videos në hotel, që ka ndryshuar shumë që nga ajo kohë. Kur keni bërë editimin e videos, si kanë qenë ato ndjenjat dhe keni ditur se çka në fakt kishte ndodhur, detaje më shumë rreth asaj që keni parë dhe që pritshit ti publikoni? Po, sepse pastaj kishim një përkthyes, Jeta Gjara, mendoj se e njihni ju, Jeta Gjarën, ai ishte një përkthyese dhe na tregoi se kjo është familja Jashari dhe që kishte disa vlerësime që tërë familja ishte vrarë, por nuk i dinim numrin e saktë. Dhe kështu mundonim ta përgatisim skenarin, pastaj erdha në këtë ndërtesë këtu ku jemi sot. Kjo është ndërtesë, pra nëse është dashur që transmetimi të bëhet nëpërmjet këtuhit në Beograd, pastaj në Londër. Dhe ishte një grua që ka punuar këtu. Është një 2 salla më tutje për këtu ku gjendemi tani. Isha i brengosur, sepse mendoja se ata nuk do ta dërgojnë injëzimin, sepse ky nuk është lajm i mirë për serbët. Ajo vendosi në pajisje dhe shikuam videon. Dhe gruaja shikonte videon dhe mendova që në çdo moment do ta ndal. Ajo u shokua, pastaj e nxori telefonin dhe dërgoi menjëherë materialin, por kjo ishte gjë me fat. Dhe një ngjarje si kjo, si incidenti në Prekaz, më kanë treguar se 18 milion njerëz kanë vizituar deri më tani. Dhe kjo është dashur që të bëhet në publicitet. Dhe raporti nuk do të kishte emrin Ademir Sharit, sikur e tërë bota të mos kishte kuptuar për këtë ngjarje. Dhe bota i komunikoi edhe diasporës, sepse ka dhunë që po ndodh, është gjë që mund ta shohim, nuk janë vetëm njerëz me maska, por po ndodhin krime, po ndodh masakër, pastaj ditën e tjetër e pam trupat dhe ne shkuam në Skenderaj. I filmuam ato kuforma dhe i pam që ishin afër 60 vjeta të vrarë, pastaj doli tregimi për 2 anëtar që ishin ekzekutuar dhe disa gjëra të tmerrshme u zbuluan. Kto ishin nga dita e dytë, por padyshim mendoj se unë isha me fat që të mos vritem për shkak të plumit i cili ishte ndalur në telefon. Ndoshta edhe ju keni qenë me fat për shkak i tërë tregimi ishte e rëndësishëm, sepse tërë kjo rezultoi me lirinë e Kosovës, e cila erdhi si shkak i ndërhyrjes nga jashtë dhe vendi është tani ka ndryshuar dhe filluam të shkojmë në përfshatrat e Kosovës dhe të gjithë thonin se janë UÇK pas kësaj ngjarje. Po, ne kuptuam që kishim të bëjmë me një kryengritje e cila ishte ndryshe nga kryengritjet e mëhershme, që kanë qenë më pak të dhunshme apo lëvizje paqësore që zhvillohej nëpër rrugë përmes demonstratave e kështu me radhë. Edhe ajo ishte rezistencë. Natyrisht në atë kohë nuk e kam ditur që ky filmim ishte aq i rëndësishëm për Kosovën. Unë isha vetëm duke bërë punën time. Këto filmime, këto fotot e cilat janë realizuar nga ju dhe po ashtu edhe nga gazetarë të tjerë ndërkombëtar, ishin alarm për bashkësinë ndërkombëtare që Serbia po kryente genocid në Kosovë, po bënte masakra, ishte masakra më e rëndë që kishte ndodhur në Kosovë dhe njëkohësisht që bëri histori në vendin tonë. A kishit njohuri për gjitha këto dhe si arritët të kuptoni tutje qoftë përmes përkthyesve, apo të siguroni lajme për gjitha zhvillime tjera që ndodhen në Prekaz dhe në fshatrat e tjera atje?
I was quite experienced. Unë isha me mjaft përvojë në atë kohë, pata par luftën në Bosnjë, në Afganistan, kam kaluar shumë kohë, kam qenë në Grozny, Çeçeni dhe kam qenë ushtar në armatën britanike, pra dija për konfliktet. Isha i mësuar me këtë profesionin tim si gazetar. Pata kuptuar që për shkak që plumbi më ka qelluar në telefon, ishte një tregim shumë i mirë dhe qëllimi im si gazetar ishte që të afrohem të UÇK-ja dhe të kuptoj ata se çka po bënin. Ky ishte fokusi im, dëshiroja të kuptoj ata. Dhe natyrisht po shkoja në një fshat dhe kur e përmendja këtë ngjarje, të gjithë e dinin se që kishte ndodhur, sepse ishte një tregim i mirë. Pastaj më besonin. UÇK-ja më besonte dhe profesionalisht kjo më ndihmonte, por kisha mundësi edhe që të zhvilloj marrëdhënie personale. Ka qenë një person me emrin Rasim me pseudonim Qeli, i cili u bë miku im, pastaj Shtupi, një shok tjetër i mirë, dhe kam takuar njerëz shumë të trima dhe inteligjent dhe të rinj, fikser dhe përkthyes, përmenda Jeta Xharën, por kishte edhe shumë të tjerë, të cilët ishin njerëz mjaft të mbreslënës dhe trima. Ata na dërgonin në vendet e duhura dhe përkujdeseshin që të filmonim atë që duhej. Pra, në njërë nënë ne mësonim ata dhe pastaj shohim që ju jeni bërë gazetar të shkëlqyeshëm, por edhe ata na mësonin neve disa gjëra. Kështu që ishin disa marrëdhënie dhe tani e dim që disa prej tyre janë bërë dhe gazetar ndërkombëtar, shumë të suksesshëm. Por përmes këtij tregimit të plagosjes apo goditjes së plumbit të telefon, ka qenë intervista e parë, të cilën e shihni në media sociale dhe ka qenë komandanti më tërë UÇK-s në atë kohë, sepse të tjerë nuk dëshironin t'i largonin maskat, për arsye të caktuara, sepse nuk dëshironin që të zbuloshin familjet e tyre e kështu me radhë. Por ai më tha jo, unë do ta bëj intervistën. Pastaj mendoj se është me rëndësi që zhvillimi i luftës ka këndvështrimi im nëpërmjet masakrave. Natyrisht ka pasur shumë masakra. Dhe ato ishin masakra kishte pasur edhe më herët në Idimat. Por Prekazi ishte ai i cili e shkaktoi, e nxiti interesimin në nivel ndërkombëtar. Dhe ka qenë si një lloj droge apo diçka që ka nxitur e ka UÇK-n dhe mobilizimin e njerëzve. Dhe ngjarja tjetër apo masakra tjetër ishte ajo e Abris, e cila ishte një masakër e rëndësishme sepse e informoi komunitetin ndërkombëtar për shkak të disa gjërave politike që ndodhen, sepse kjo ishte një tragjedi. Dhe disa gjëra politike pa të ndodhur në atë kohë, Kombet të Bashkuara dhe amerikanët morën vendime dhe thanë se kjo nuk duhet të ndodhë përsëri. Natyrisht pasoi Reçaku pastaj, gjë që shkaktoi edhe Rambujen. Dhe kur e shikon këtë periudhë kohore ka qenë diçka shumë interesante. Dhe Clintoni e pa të thënë këtë kur pa për vizitën pas 20 viteve, tha se kjo ishte një ngjarje shumë interesante dhe Kosova ishte me fat që gjërat kanë lidhur në këtë mënyrë, sepse nëse shikoni se çka po ndodh në Ukrainë dhe numri i njerëzve që po vuajnë, Kosova ishte një vend i vogël, por kishte arritur diçka dhe mendoj se për këtë duhet të çmohet, po ishte edhe momenti i mirë për që bashkia ndërkombëtare të ndërhyj. Dhe unë kam ardhur shpesh këtu, kam filmuar shpesh dhe i kam përdorur këto marrëdhëniet e mia me para se të dalim tek ajo se si e sheh Kosovën pas 26 vjetëve dhe biseduam edhe më parë, sa vini në Kosovë me patjetër që vizitoni edhe Prekazin dhe Skënderajin. Do doja di në atë periudhë sa ka qenë vështirë dhe sa keni qenë të kërcënuar, sa ka pas siguri edhe për juve si gazetar që të paraqitni para botës gjithë atë që ndodhte në vendin tonë. It's not safe. Nuk ishte sigurt. But then it wasn't por more dangerous than Bosnia. Nuk ishte më rrezikshme se sa në Bosnjë. Nëse shikoni numrin e gazetarëve të vrarë, nuk ka pasur aq shumë. Ishim me fat.
There's something I think about the Mendoj Serbian se mentality, which is ka obviously diçka very different te from the mendësia Albanian serbe one, që ndryshon shumë prej asaj të they shqiptarëve, respect authority. sepse ata e respektojnë autoritetin, të paktën atë So kohë unless ishin të tillë. somebody has told them it's okay to beat up a journalist, Pra, përveç they're nëse a bit dikush i scared. thot që është në rregull të arrijnë një gazetar, We used that. We knew atëherë that. ata We used it nuk e to bëjnë, give us, përveç nëse u a thot little dikush. bit more. Dhe ne kemi shfrytzuar këtë But some që të journalists kemi were pak killed, më tepër particularly at the kurajo. end of the war. There was a particular Edhe pse ka fundi i luftës, ka I think pasur the më bravest tepër gazetarë që janë vrarë. were the Dhe Albanian njerëzit më translators trima and fixers. kanë qenë përkthyesit dhe fikserët shqiptar, Obviously, they were going through Serbian checkpoints. sepse ata kalonin nëpër punktet policore të People serbëve. remember. There are lots of people remember what it was Dhe like. shumë njerëzve ju kujtohet se For si ka me, qenë situata në atë kohë. If I've contributed to something, Në what shumë pleases kisha me most kam kontribuar diçka që më shumë ti më Young kënaq është se të rinjt don't have to watch Nuk out for Serb checkpoints. ka They nevojë don't të have shikojnë their world tani të shrink kalojnë nëpër punkte as they policore just serbe focus on getting through dhe the që day, bota të jetë going ashtu to their aq e school vogël in someone që ata else's të house. mendojnë vetëm si ta They can kalojnë get ditën, there, si të shkojnë not nëpër ato frightened. shkolla, shtëpi dhe This mund is të not jetojnë a pa small frikë. thing. Kjo nuk është gjë e vogël. Your children Fëmijët have tuaj freedom that you didn't kanë have in the një past. And so Ljeri të cilën there's ju so nuk e much keni to pasur show në të for it. It's kaluarën. not perfect, Por nuk është but diçka there's so perfekte. much good to show for Por it. ka shumë gjëra të mira But tani yes, që it ka was ndodhur. dangerous, but I feel Po, ka that, qenë me rrezik, por we Ne did pretty well kemi arritur to mjaft shumë. use the Serb weaknesses. I had an Për armored dhe vehicle kemi that's shfrytzuar currently këto sitting outside dobësitë e Reporting sërbëve. House. Autometën Along të with cilën my e kam mobile përdorur telephone, gjatë luftës e telephone kemi that I këtu was para shot muzeut is në in qendër të Reporting House. Prishtinës, I bought it yesterday. te muzeut që është hapur I think it represents dhe something quite important to me, obviously. tani but kemi also diçka që përfaqëson diçka shumë më rëndësi për mua dhe por edhe për vendin tuaj në një mënyrë që it's an item, an artifact është një that's artefakt linked to this change. që lidhet me këto ndryshime që kanë ndodhur, me këtë mundësi që Through tani a great keni deal of courage by the civilian population, a përmes great deal of guximit suffering të by madh të civilians. treguar I hope you nga remember them popullata civile under dhe vuajtjeve Pasco. nëpër të cilat ka kaluar cold. kjo popullsi, më kujton And ato wet. It was a horrible thing to see. tendat e improvisuara So- me nailon No, I think të plastikës, I look back and të cilat I ishin të feel lagështa that dhe we were very njerëzit lucky. vuanin aty. It was not as dangerous Por ishte më as fat other se conflicts. nuk It's ishte not as as dangerous më aq as rrezik many sikur of në the other konflikte conflicts, të but tjera we were lucky. dhe në krahasim me shumë konflikte apo lufta të tjera. 26 Po vjet ishte më pas fat. përfundimit të luftës në Kosovë dhe lirisë të cilën e gëzojmë sot. Si e shihni Kosovën 26 vjet pas? I find Kosovo fascinating today. Kosova më duket As fascinuese a friend, sot si and I'm mik certainly a friend, dhe un jam mik I'm juaj. also a bit worried. Jam edhe pak I brengosur. I feel that Kosovo survived Mendoj se because Kosova its entire ka culture mbjetuar për shkak se and way of life adjusted. kultura dhe mënyra e jetesës janë përshtatë, pra You can't destroy the head nuk of mund ta shkatërron Kosovo një if every family is a unit that can be independent. një Kosovë kur ka in a kërë way, I të think familjeve that që janë structure, si the të family pavarur dhe kjo structure, struktura familjare që ekziston në various other Kosovë things, dhe shumë gjëra way tjera, that the educators mënyra brought the se language si in and maintained it. se si mësuesit, mësimdhënësit I e think kanë the entire- ruajtur gjuhën The entire country is dhe designed for that. I The tërë problem vendi is, it's not a ka simple qenë I tillë, structure. por nuk është një strukturë e përshtatshme sot So tani. I see, and Mendoj I që worry, Dhe brengosëm Kosovo's future is going to që depend on ardhmja e its Kosovës economy. do të varet nga ekonomia e saj. I feel that Kosovo needs to really focus. Mendoj se I would Kosova like to see duhet it të focus on fokusohet dhe building its dëshiroj economy ta and its shoh që strengths, po which are fokusohet obviously në in ndërtim IT. të ekonomisë For reasons I dhe në really anët e know forta why. që I ka, But I don't see that sidomos në happening IT, enough. gjë What që I po e don't shoh, see is por kjo nuk po ndodh I see mjaftueshëm. everybody talking about the E shoh se të past, gjithë po flasin për të and I kaluarën. like it because I enjoy Dhe mua më engaging. pëlqen kjo, sepse më pëlqen And të I'm not saying bisedoj I për should të stop, but I'm not kaluarën seeing dhe se kjo nuk duhet të Kosovo talk about ndalet, the future. po duhet të I shoh don't Kosovën duke understand folur edhe për të a ardhmen. narrative, a Nuk e kuptoj një national narrativ story of what Kosovo wants to be. nacionale të Kosovës për atë se çka dëshiron të jetë Kosova, ku dëshiron të arrijë. And I worry about that. Në mungesë të because I think kësaj, that could be a threat to your future. I think të mos that mbeteni peng Kosovo is I like së a kaluarës traumatized person. dhe Kosovën e shoh si një person të reasons, traumatizuar. the trauma is real. Për arsye të kuptueshme, But sepse until trauma është e Kosovo can vërtetë, deal është with reale. trauma, it can't maybe Por që focus Kosova on të the merret future. me këtë traumë, And that worries me. But it's more than that. I think nuk do të bëhet kjo pengesë për të menduar për të ardhmen. Të gjithë po mundohen
ta bëjnë gjën e duhur, por gjithçka këtu është vështirë sepse strukturat e vjetra po i ndalin, po i pengojnë iniciativat. Edukatorët e dim se arsimi në këtë vend nuk është i mirë, ndërsa ardhmja juaj janë rinia juaj. Kështu që po shpresoj që Kosova mund të përqendrohet më tepër. Mësimdhënësit i kanë 3-4 puna që duhet të i mbajnë dhe nuk mund të përqendrohen në punën e tyre primare si mësimdhënës. Pro, ju duhet edhe ta dini se kush dëshirën të jeni, jo vetëm se kush jeni. Disa prej mejgjve të më parashëm ju kanë ndihmuar shumë, por tani ju nevojiten zëra të rinj. Dhe unë brengosëm edhe për lirin e shtypit, nëse kisha me folë sinqerisht. Faleminderit shumë, sigurisht që ka shumë çështje të cilat duhen të diskutohen, po ashtu për lirinë e media, po ashtu edhe për çështjet e tjera për ekonominë, kulturën, sportin dhe arsimin, të cilat sigurisht që kërkohet angazhim shumë i madh që Kosova të jetë rështuar krahas vendeve të zhvilluara në këtë aspekt. Faleminderit shumë për refimin që sjelle, për gjithë ato që ke bërë për masakrën që ka ndodhur në Prekaz, për masakrat e tjera që janë kryer në vendin tonë nga forcat serbe dhe për fotografitë që kanë alarmuar botën mbi masakrat që bëheshin në Kosovë. Ishte kënaqësi t'ju kishim sot në këtë intervistë. Thank you very much for having me. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues